Me pak krip janë. Kungulli i pjekur është magji. Është suba e kungullit, po. Duhen bulan edhe pak kamiljen, apo janë mature? Mora këto. Është ushqimi mrekullueshëm. Mora këto. Vëllëse me tonë këtë. Vokmi. Të tëngët me gas. Jaka pas kam levë pjeta. Sa mund t'jetë ora? 12? 12? 12 pa 7 minuta. Pa 10. Se e komi qik mrapa. Që si e mi më, punë e madhe që si e mi më pa, më që si e mi më e gjenit e një, që si më da, më madhe që si punë e madhe që me më pëzao. Po son, për që ke njësh për qoftën e. Jo, i ka për mozat. Të lumë shënduhet Kam moz. skuqur. Bravo moza, të lumë shënduhet. Faleminderit. Në qoftë se ka hudhër, dije që nuk është vepra ime. Se hurdha është antibiotik, natural. E di, Mojtë ai vaj hutës që dha shia. ai ishte shumë i mirë. Madje, unë po mendoja që më mirë ta kishim lënë vetëm me vaj hudhëra. Se s'mor djath. Ku ka djath? Ka në qi? Djath. Që do, dele, lope, ka çka pa? Dele vdes. Hajde të groni nga sa uku, hajde. Bëj që bëj aty më shko me një. Opa. Sa uku. Shtetën vele është, ma një men që Tiranën ka për ta bo sa uku. Do vi dita. Falë. S'ka gjë. Që ka qka thatë, po s'ka djatë barë deli normal? Ka lope vetëm. Jo, mos e hap. Më falë, Soni, Jo, se s'ka gjë. kujtova që është Unë po djatë e hap dele pak. kutije. E habe me? Ne? Po e habe du dhe unë i qi. Se s'desha me hap. Kjo është pjesa me i mirë, mirë zemra. Gjysmën e kësaj du, ja kaq, sa qupra. Okej. Sa pastorën e këto? Po mendoj. Se ke ca menime të rrezikshme. E rrezikshme është kjo. Rrezikshme, i rrezikshme. Ik mi mis, mos ja pengo menimin. Do dalë spisi. Po bëjës moza, dhe me bëhë kështu? Si ajk, si Te ja. i thënë se din, a? Veç që ja morim kështu, që ja morim qumshit kurezim, po ma te për kështu ja. Ka s'kena? A kena kështu shpije? Shtëpie jo, kemi lufra. Shumë mirë është. Kos shpije, ja ku ke atje, kos shpije është. Është pa hapur? Ka?
Po ja, e ke përpara stive atje, i Mos të thashë. hartu shumë ai mos, e ka një Nuk fresh. është hartu shumë, është tamam, për të bënë një tavë shumë i E mirë. provove ti? Po, Jo, mos do me hongër kështu sa ti. sot e provova. Jo, po mirë, perfekt. Ai është shtëpie, shifen. Në ta Shpije. pëlqeft llapa. Si shije. Po hesni ju më vlla që i keni dalë këto territore kështu. Mamu, qa fita. Qysh që ajo derdh komplet? Qa është kjo maj? Duhet një lecë. Shë ka vojë gjithë të mish këtu. Po qa është këshure? Po, ashtu po bëjmë, ashtu po bëjmë. Ashtu po bëj, ashtu. Me ekspozu Ashtu po bëj. që ti mendon që duhet. Patjetër. Atë po bëjmë vis, atë po përpiqem. Jo, s'ke nevojë pse më, menimi im as s'ke nevojë, domethënë. Unë da me qenë pjesë gjithë, qeshim, qajm, lëndrojmë. Janë njerëz që më sjellin absolutisht asnjë lloj kënaqësie muhabet, janë njerëz kot. Ndromes muhabetet, se edhe unë mundohem i ndru muhabetet. S'ka me këto s'bëhet dot, janë. gjojna. Qa eksperiencë ku flasin këto për eksperjenca, qa mam qash. Mundohem edhe me hap një muhabet tjetër, se për këto muhabetet edhe unë. Këto vetëm këto muhabete bëjnë, ë, apo jo? 50 ditë ti të shhap koka me këto. Mu tjetër, qa më bëj? Ka fillu tash se ngarkohesh gradualisht, ka fillu tash që shkputem, domethënë, kur i ngjoj se s'du me hy domethënë, i ngjoj shoh çan tu bë muhabet, shmangem. Ulem, hap një muhabet tjetër, pra aq sa zhvillohet muhabeti tjetër. Kur dalin prapë ku kanë gjef me dal. Se jo të gjithë, disa elemente janë që i bëjnë lëmsh. Dikush bje prej naiviteti, dikush bje se kupton, dikush bje se do me ra. Lëmshëm, është, janë shumë. Kështu është shoqëria. Kështu është shoqëria. Jo vetëm shoqëria shqiptare. Çdo shoqëri. Shoqëria njerëzore. Shqiptare, e Ballkanit është pak më e ngjashme, pastaj ajo e perëndimit me të Ballkanit ka diversitet më të madh. Pastaj me kohët që kanë ardhur, duke qenë mediat sociale, mu më duket si republika e mediave sociale, domethënë brezi i ri me energji soi kudo ku ti je, në Indië, Amerikë. Po. Gjithë soi po ti shohësh, ka një gjuhë, simbole, një gjuhë. Ndikimi më i madh nga mediat është. Pa, janë unifikuar këto, s'ke më ku jeton sepse unifikohesh me ato jetojnë online. Gjenë mendimet përbashkëta, idetë përbashkëta. Sulmojnë qa dur me sulmu gjithë në tufë. Për herë ti, se morë për të shkët. Të moj teknik. E kap shumë. Që lumi është kjo që ka lo këtu? Pru. është pru. Prua? Mbledhe kënej nga këto kodrat. Se këtu fillon bëhet me kodra derisa se s'është larg dajti. Është shumë bukur këtej. Shumë. Unë se kisha hyrë një herë kjo zona kaq thellë. Jo. Kaq thellë, jo, s'kam qenë. Ka vende të bukura këtej. Bile 2 herë kam ardhur dhe tashin faktikisht e kam harruar se ku jam. E di orientohem pak se shoh Petrelën përballë këto. Po kur e shef Petrelën dhe këto kodrat është sikur del prej Tiranës që fillo si nivel, ngrihet nga niveli i detit, domethënë nuk jemi. Ti zemra nga Tirana je? Unë jam nga Shjaku. Nga Shjaku. Ke njerëz tani? Babën e kam nga Preza. Po, ti Preza.
ka lind atje, derisa kanë lëviz në Shijak mësë. Vetë ka marrë këtu ku kam qenë 18 vjeç. Sa kam marrë, 18 vjeç, kam marrë gjimnazi, Që fillove shkollën. Po, kam jetu këtu. Na trego çik për shkollën, si të erdhi me u bë aktor? Jo, e kam thonë këty, ne kam diskutuar, unë kam pas qef për muzikë, për instrument, për bateri. Po, I bi? Po i bi kështu, autodidakt. Po. Domethënë, nuk kam bërë shkollë, kam desh shumë me studiu, lice s'ka pas për ashtu, e kujtova se pastaj ajo periudhë kur kam marrë 94, 95-ën, ku dishin që ishim rrëmballë, se dira që u bonte, që su bonte në për institucione, në për shkolla, lice, kështu, ne ishim pa dyre, pa pëngjere në gjimnas. Unë atëherë kam falsifiku dëftesën e shkollës shoqes time. Na jepshin dëftesat me shkrimdore, me cupa letre, mamen? Unë diplomën e shkollës në alë 2000 e kom me shkrimdore. Edhe kujtova, kërkova në akademi muska kështu për bateri. Si qka instrumenta tjerë, s'kishte, kot aty pash i derë tjetër, qa është kjo për aktrim? Po i bie. Po i bie kësaj, bie jërë dhe për qejë dhe për kanto, bie jërë. Bie zonit. Edhe konkurova vitin e parë, nuk e mora, se ishin caktu kush do fuste, isha vonë. Ashtu. Vitin e dytë, konkurova pastaj e mora. Qa materialesh kishe? I mame? Tama të përgjithshme, i maratonomak. Aman, pëtes për atë maratonomak. Alam po, poem, atë. Po? Edhe pastaj monolog. Kë kisha Korbin? Jo, poezi kam pas këtë emrin e personazhit femrës, Anabeli, si e ka pas. Çka e tillë? S'maj menen e të po s'di që i kam ra me veshe në atë here, kuptohet, nuk është se... Edhe unë si maj men qa materialesh kam pas kur konkurova? Po, nuk kam qenë tip i këtyre shkencave eksakte në shkollë të mesme, kam qenë më shumë intuitiv. Edhe më pëlqea arti se më argumentat e dura 4-4 bënde 7. Kështu që më dhanë edhe monologun për më shumë ti në atë fazë, sidomos kur edhe gjimnazin e ke bo, ku kam mësu i ditë gjimnazun, se kena pas halë tjera, sa shu ishte shoqëria. Ku kishte shkolla atër për ne, në u shkatrun komplet? Shkoj, ne ishim të pikë në kare. Nesë, me thonë, unë s'kam pas pi atër, po ma vedhe me qunat, ma shuk, pishim këtheshim në i godë, mershim makina, gjërëshim gomat në për gjimnaz. Po, u shkatru që gjë më ku s'kishte. Bëshim si të fort. Shkollat ishin kote, ma men pishin mësusit ishin që kote të pi kafe, të mor lek. Ma men filloj korupcioni rëndë shumë fare, të mor lek për provime, të bë kurse private. Në the njëshi që u ndru sistemi dhe ishe koha këtyre të fortëve të parë, ne ishim fiksim dhe më thënë me netë, me të fortët e lagjës, isha ondra dhe më thënë të bëjmë i fort. Unë atë ondër kam pas. Edhe unë, ashu kam me të fort kam ne. Edhe unë me të fort kam ne të shumë. Edhe, aty pra, ai konkursi ka qenë shumë intuitiv. Pastaj brenda fillova me kuptu qa është, si është, qa do të thotë aktrimi dhe qa është aktrimi. Sa i thjesht është, po ta ndjesh dhe ta bësh me qef. Dhe sa i komplikuar është, po mos japësh dumë se qa e të bo. Më pëlqeu skena, pastaj fillu me teatrot e para, fillu me këto kompani private teatrore. Jepshim shfaqe, i boshim vetë financoheshim. I majmen. Edhe pastaj derisa arritëm televizion. Televizioni ishte ai pastaj që na boni të njohur brenda natës, edhe pagesa ishte e mirë, edhe na bëri më praktik. Nuk netëm në atë idealizmin e teatrit, që rrisha aty te kafja, pishe i gotë raki, hashin e i qofte. Edhe shaje kolegët. Shaje kolegët dhe thoje sa i mirë Al Pacino, se të boje ma bet dhe më thënë për këto. Kur se kam bo atë, se s'ka përqyja dhe i qërë. E kam pa artin më shumë me thonë drejtën si biznes, sepse derisa më ka harxhu, e kam bo me pasion, po biznes. Në qoftë se momenti që s'kam mujt me arrit do të me bo lek me art, kam boj punë tjetër që s'ka lidhe, se mu kanë dash lek. Edhe unë ashtu, po. Nuk jam kështu artist Orash Evdiqa dhe jetoj me idealizma, se s'mund të dorë traditje në shtëpi, edhe kur shko me pagu faturat, ai ke dritat, nuk merr dorë traditje. Jo. Si artist nuk vlerësohesh më, ka i ka e ko. Po, kam desh gjithmonë me gjetit mesme, mes harxhimit të energjive artistike dhe marrjes mrapsh nga ana ekonomike të asaj energjie që ti ke harxhu. Pra, mundohem edhe sot e kësaj dite me gjetë forma, me gjetë tregun që ajo që fus paktën të konvertohet në financiarisht. Koha, energjia, nervi, shkputja nga shtëpia, pra gjithçka.
Normal. Se s'mund ta bësh më thjesht për pasion, se më kanë thonë shumë veta, ti pse s'bën art, ti kam thonë sepse nuk e justifikon Nuk e vlen. energjinë. Po ti e ke pasion. Pasion? Po sa pasion e kam unë? Pse vetëm artin kam pasion? Se këto vetëm i pasion kanë edhe rinë aty. Kam pasion kampingun, kam pasion udhëtimet, jam kurioz për natyrë, kam pasion me Miell Baçën, kam pasion me Ira Bateris, Ku ke kam pasion udhësu me Viso? gjumë. Ku çat pëlqen? Cili vend pëlqen më shumë? Ku ke qenë? Tashi, ana gjeografike dhe natyrore e bukurive të gjitha më pëlqen Mesdheu për mua. Mesdheu, edhe mua, maksimumi. po. Kurse për paqe, për qetësi janë këto Tajlanda, Bali. S'kam qenë ne. Shumë shpirtërore. Ke S'kam njerëz qenë. që jetojnë me një minimum jetese ekonomik, po janë shumë të lumtur. Shumë jo të lumtur, Të no, po përmbushur, janë të përmbushur. dhe për aq sa kanë, Mirënjohës. mirënjohës. Edhe i shef tyrat e tyre, domethënë të qeshura. Patjetër. Edhe E kanë disa shpirtin australianë plot. ikin, bëjnë për shembull lek, Po, edhe ikin me ato lek që kanë kursy, se sa të lejon mo sistemi me kursy. po, Shkojnë jetojnë 6 muaj në Bali. po. Kthehen prap, i vit. Sa munen, për shumë, bëj jetë zbath, jetë me ato vendasit, jetë tamam me kam tokë, kur i thonë, edhe fizikisht, po edhe nga ana spirituale, janë shumë shpirtëror. Del, gju pesh me ta, Mielli Baçe, probleme reale, njerëz real. Jo kështu fake, jo falso, jo snobizm, jo kot. Më pëlqen shumë edhe jetë. Amerikën Latine, me thonë drejten, e kam plan, s'kam qenë, më kanë lavdru shumë Costa Rica. Edhe ato, debat. Costa Ricën ma kanë lavdru shumë, që është një vend me bukuri natyrore dhe i përballueshëm në çmim, jo i lartë. Këto Argentinë, Kili, kam qef atë Patagonia, atë zonën Andet. Në Apalashe kam qenë vetëm hiking, kam Po kur shko hiking, shko vetëm apo shko me Vetëm. njerëz? Edhe me njerëz, po edhe vetëm. Po s'ke kam frikë qenë. mos ndodhi ndonjë gjë? Ja. Ka dhe njerëz tjerë që i tako rrugës, për shembull nëpër ato shtigje. Unë nuk shkoj shteg pa shteg. Nuk eksploroj vetë, shkoj ke shtigjet me shigjeta. E kuptoj. Bo ato. Do zbresësh Po tu. pse s'bën, ke bë video, i ke tregu këto udhëtimet? Apo i bë për qefin ta? Kam i problem që kur shkoj kështu, nuk du me bë video Do me se ne- nuk e